Muzeu i Lundrimit, pjesë e rikualifikimit të hyrjes së Shkodrës, tashmë ka hyrë në fazën e fundit punimeve për ndërtimin e tij. Ndërmjetësit i këtij muzeu tashmë janë ndërtuar edhe mjediset pritëse për vizitorët. Projekti përfshin një arkitekturë moderne që do t'tregojë historinë e lundrimit në liçenin e Shkodrës dhe lumit Buna, duke dhënë vizitorëve mundësi të mësojnë për traditat dhe kulturën e lundruesve. Punimet për ndërtimin e muzeut të lundrimit po vijojnë, aktualisht po punohet për izolimin e muzeut, gjithashtu për vendosjen e rrjetit elektrik dhe hidrolik. Ky investim kaq i rëndësishëm pritet përfundojë gjatë kësaj vere. Ndërsa paralelisht me punimet që po realizohen pranë këtij muzeu, po ndërhyet edhe në sheshimin dhe sistemimin e zonës pranë bregut të lumit Buna, duke harmonizuar në këtë mënyrë edhe zonën përreth këtij objekti. Sipas drejtuesve të projektit, punimet për ndërtimin e muzeut të lundrimit pritet të përfundojnë këtë verë. Muzeu i Lundrimit është pjesë e projektit për zhvillimin e turizmit në Shkodër dhe synon të rrisë interesin e vizitorëve vendas dhe të huaj.